Andaj barzakh është diçka që është në mes. Prandaj njeriu posa të varroset, fillon një jetë të re në varrin e tij. Dhe kjo jetë, shikues ndëruar, është shumë interesante, karakteristike. I ka veçoritë e veta, dallon nga bota e kësaj bote dhe dallon nga jeta e kësaj bote dhe dallon nga jeta e botës tjetër. Është diçka interesante. A thuva si fillon kjo botë? Bota e berzehut, jeta në varreza, si fillon? Fillimisht, ajo që na është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se njeriu posa të varroset. Ai i dëgjon krismat e këpucëve të atyre që kanë ardhur ta përcjellin deri në varr. Kur ata të largohen, mbetet i vetmuar në varrin e tij. Trupi nuk ka jetë, por tashmë është jetë shpirtrash. Nga se trupi është i vdekur, është vërtet, por shpirti i tij nuk vdes. Dhe trupi është i varrosur në varr, ndërsa shpirti qëndron mbi trupin brenda varrit. Kështu na është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë ndodh? Posa të largohen njerëzit nga i vdekuri, posa ta kenë përfunduar obligimin e fundit që e kishin ndaj tij. Largohen njerëzit, mbetet njeriu i vetmuar. Në këtë rast, shikues ndëruar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se njeriu këtij të vdekurit i ngjajnë disa ngjarje shumë interesante. E para nga ato është se i vinë dy melek. I vinë dy melek, dy engjëj nga ana e Allahut azza wa jall. Cila është detyra e tyre? Cili është misioni i tyre? Ata e marrin këtë njeri dhe e ulin në varrin e tij, ato të shpirtin e tij, dhe i ja bëjnë 3 pyetje, të cilat janë të ndërlidhura ngushtë me jetën që e ka kaluar kur ka qenë i gjallë. Pyetja e parë është, i thonë, men rabbuk, kush është Zoti yt? Që nuk kupton për kë ke jetuar. Kush ka qenë më i madhi për ty në jetën e kësaj bote? Kënaqësinë e kujt e ke ndjekur? Dhe nga hidhrimi i kujt ke ikur? Kë e ke shpresuar në këtë jetë? Për kë ke punuar? Për kë ke jetuar? Kush është Zoti yt? Dhe këtu njerëzit do dallojnë në përgjigje, sikur që ka dalluar edhe jeta e tyre në raport me këtë pyetje. Disa kanë jetuar për epsh, disa për kënaqësitë kësaj bote. Disa njerëz kanë jetuar për veten e tyre, disa kanë jetuar për të tjerët, për të kënaqur të tjerët. Disa kanë jetuar pa qëllim, jetë pa kur far qëllime dhe synime. Ndërsa disa kanë jetuar për Allahun. Në mëngjes kur janë ngritur, Zoti i tyre ka qenë Allahu. Dhe ka filluar me kënaqësinë e Allahut. Gjatë ditës janë munduar që të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Kur janë ngrysur, janë munduar që edhe nata t'i kaplan me kënaqësinë e Allahut. Kur kanë rrotë të flajnë, kanë rrotë me kënaqësinë e Allahut. Kanë jetuar për Allahun. Edhe me të tjerët janë lidhur në emër të Allahut. I kanë dashur në emër të Allahut. Dhe nëse kanë urrëtur diç, këtë e kanë bërë për hir të Allahut, për shkak se Allahu e ka urrëtur atë vepër. Andaj, këta njerëz dallojnë rrëndësisht nga të tjerët. Dhe duke u nisur nga ky dallim, do të dallojnë dhe përgjigjet e njerëzve në varr. Kush është Zoti yt? Zoti yt kush është? Men rabbuk. Pyetja e dytë që i bëhet njeriu në këtë varr është: ma dinuk? Feja jote. Çka nuk kupton me fejen? Për dëshmëria jote, me çka ka qenë mbushur? Kush e ka rregulluar agjendën e përditshmërisë tënde? Kush? Dikush në agjendën e tij e ka që të fillon ditën me kafe. Dikush e ka që të fillon ditën në ora 10. Dikush në ora 7, për shkak se shkon punë. Dikush e fillon në ora, për shembull tash, në ora 5 për ta falë namazin e sabahut. Apo kush i ka përcaktuar prioritetet e jetës tënde? Kush i ka vendosur vijat në jetën tënde? Çfarë është e lejuar e çfarë është ndaluar? Ligji që në bazë të tij ke jetuar, cili ka qenë?
dinuk, feja jote, kush ka qenë? Disa të përgjigjen në mënyrë ndryshme, disa nuk do din, çfarë duhet përgjigjem? Nuk din, të habitur, të hutuar, të friksuar, të tmerruar nga që e shohin, s'kan përgjigje. Nuk kanë përgjigje. Disa tjerë do të thonë, sikur si ja kanë qelluar në pyetjen e parë duke u përgjigjur, men rabbuk, kush është Zoti? Thon Allahu, nëse kanë jetuar për Allahun dhe kanë jetuar me Allahun. Dhe të kjo pyetja e dytë, ma dinuk, feja jote. Feja jote. Në çka ke besuar ti? Kush të ka mësuar besimin? Kush të ka mësuar jetën? Përgjigja e Islam. Islami. Dhe pyetja e tretë, men hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum? Çfarë din për këtë njeri që është dërguar te kjo? Kush është ky njeri? Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.